civile, kam qenë gjithmonë pjesë e aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese mbi tetorin roz, mbi kancerin e gjirit. Por këtë vit për mu vjen ndryshe. Këtë vit për mu vjen si një vajzë që këtë tetor e ka kalu në lëkurë, edhe sot visi me dëshirën më të madhe si një person për me dhanë forcë, kurajë edhe besim që kjo betejë kalohet me ndihmën e gjithëve. Unë e di që aktivitetet e shumta janë në këtë muaj, në tetorin roz, por unë i lutem të gjitha gravet dhe i bëj thirrje që tetor roz me kanë çdo muaj, me kanë çdo ditë, me ju referu bluzave të bardha, me kontrollu vetin, me bë kontrolle sa më shumë të jetë e mujtën, sepse është e vërtet që koha është flori edhe çdo minutë që kalon bëhet një armik për luftën ndaj kësaj betejë. Unë e zbulova rastësisht, siç gjatë vetë kontrolleve jam përpjek me bë pothuajse gjithmonë, por ana psikologjike ka qenë ajo që besojmë ka dhënë edhe kurajon me ecë përpara, por ana psikologjike nuk bëhet e vetme, bëhet me ndihmën e familjes, që është shtylla bazë për me te kalu këtë sfidë, edhe miqve e gjithë njerëzve që janë bashku në lutje për me ecë përpara. Nuk ka ma një moshë të caktume, kjo smundje vjen, të troket ndërë edhe hinë mra, nuk të pyet, as sa vjeç je, as kush je, as pozicionin e punës që ti përfaqëson, ajo vjen. Ajo që kena një ndorë me është me zbulu sa më parë tjetë e mujtën, sepse vetëm kështu mundena me amyll derën edhe me nxjerr jashtë për jetës tonë, me krenari. Nëse ka një këshill, një ndër këshillat që mundem me dhanë, është frika është armiku i parë kryesor i kësaj smundje. Nëse smundja, çdo lloj smundje, por sidomos kjo smundje është e destinuar me ardhë, frika nuk e zhduk, nuk është se e hek nga trupi, por absolutisht bëhet armik. Unë jam fokusu vetëm tek forca, kurse si frika nuk ka qenë ushtari jem kryesor, ka qenë gjithmonë larg mejet, por ka qenë, nuk ka se ka mundu. Po familjen kurse si nuk do t'isha sot këtu. Besoj situacioni i familjes edhe jena me fat që e kena hala afër edhe e vlerësojmë çdo person, por pa familje nuk besoj se mundena me ja dalë çfarë do lloj sfide, sidomos aty në shëndetësore. Edhe një gjë shumë të rëndësishme, besojini mjekëve, besojini bluzave të bardha, ato janë miqtë tanë, spitali nuk është armiku jonë, vendi që ne duhet me i pas frikë, është shtëpia jonë, një moment a një tjetër mund të përballena me spitalin, por kurse si nuk duhet me e pa larg, e kena afër, e kena shpëtim prej duarve të mjekëve sot jena këtu.